Turistët nordik mbeten ndër vizitorët më të preferuar të Sarandës, edhe në sfidën e çmimeve në rritje dhe situatës gjeopolitike. Autoritetet dhe biznesi turistik po punojnë për të rritur cilësinë e shërbimeve në këtë sektor, duke ofruar oferta tërheqëse për vizitorët edhe për këtë sezon. Turistët që vinë Sarandës nga vendet nordike janë të preferuarit e Sarandës për sezonin e vjeshtës të dimrit. Ka 14 vite që ata janë prezent në këtë destinacion me parablerje në mbi 10 hotele. Pas kësaj eksperience, Saranda është e gatshme t'i presë ata edhe kur era e luftrave në rajone më gjerë është sfidë për turizmin e sivjetshëm. Kjo është konfirmuar nga kryebashkiaku Oltion Çaçi në analizën e punës që Apollo bëri me hotelet partnere ku prezantuan edhe sfidat e 2026. Apollo është kompania e parë që ka nisur të histori vetëm në Sarandë, por në gjithë Shqipërinë. Dhe me çka kuptoj janë shumë të fokusuar në qytetin tuaj. Ky është turizmi i qëndrueshëm, apo do të shumë mirë. Çdo vit mundohen të sillen, të rriten, të rrisin kapacitetet. Kjo është bashkëpunim që në fillim ka nisur nga Nina. Në ca qytetet tjera u di që ca biznesmen tjerë ka vënë emrin hotel. Në besoni mua ka vënë emrin hotel. Pavarësisht se sot të bashkëpunon e prapë të Sarandë. Kështu që mos i vini në emrin e hotel, po thoni faleminderit sepse kjo e bën me dashuri këtë punë. Edhe unë do mundohem të flas me gjithë bizneset, faleminderit Nina. E di që do sa. Faleminderit. Me një vlerësim realist të situatave që po kalojmë, drejtoresha komerciale Apollo Group, Nina Hornwell, tha se këtë vit me probleme nga lufta, ndoshta duhen oferta më jorse në drejtim të turizmit, ndërkohë që tregoi për përpjekjet që bëhen prej tyre në vendet skandinave për të sjellë turist sa më shumë në Shqipëri dhe për pritshmëritë e njerëzve që programojnë të vinë dhe si mund t'i kënaqim ata më mirë. In Saranda. And the reason why we do it jemi këtu si Apollo është para se nuk është the people we want to meet. Kemi disa vite që operojmë në qytetin e Sarandës. Qëllimi i këtij takimi është që lëmë lidhjet me hotelet tona dhe t'japim gjithashtu edhe vlerësimet që kanë bërë klientët që ka qëndruar në hotelet tona partnere në qytetin e Sarandës. Është kënaqësi që jam këtu dhe në mënyrë të vazhdueshme. That is the reason why we do Apollo Awards today. We also want to give an Si hap tjetër do doja të thoja për përpjekjet që bëjmë ne, si është tregu ynë në vendet skandinave për të sjellë turistat sa më shumë në Shqipëri. Cilat janë ato dhe pritshmëritë që kemi ne për njerëzit që duan të vinë dhe si mund të step. Prefektja e Vlorës Evisa Lushi e pranishme në këtë analizë prezantim u shpreh se Saranda është kthyer në polin më të rëndësishëm në gjithë Shqipërinë për turizmin. Për mua në fakt është reatar që marr pjesë në një aktivitet si ky sot, më shumë faleminderit që më bët pjesë. Dhe prej 2 ditësh në fakt ndodhem në Sarandë takimet që janë zhvilluar posaçërisht për turizmin, ku për hir të së vërtetës Saranda është kthyer në polin më të rëndësishëm në gjithë Shqipërinë për çështjet e turizmit. Unë ju falenderoj dhe doja t'ju uroja një sezon sa më të mbar të gjithëve juve, suksese në punën tuaj dhe mbar për sezonin që vjen. Në takimin e organizuar u evidentuan elementet më pozitiv të sezonit turistik të 2025-s të nordikëve në Sarandë, ku vlerësua puna serioze e kryer nga biznesi i turizmit. Në mbyllje të takimit u ndanën çmimet sipas kategorisë hoteleve sipas vlerësimit nga klientët pushues. U dhanë 3 diploma të arta, 4 të argjenta dhe 2 diploma bronzi.